U skualifikua pak para finales, vjen reagimi i parë i Gerta Agixharit. Moderatorja Gerta Agixhari përfundoi aventurën e saj në Big Brother Albania, duke arritur deri në gjysmëfinale. Edhe pse nuk shkoi në finale, ajo cilësoi eksperiencën si një fitore në vetvete, fal dashurisë dhe mbështetjes së publikut. Në një postim në Instagram, moderatorja u shpreh mirënjohëse për gjithë mbështetjen. Pas një udhëtimi të gjatë dhe të paharrueshëm në Big Brother VIP, dola nga shtëpia me zemrën plot mirënjohje. Faleminderit secilit prej jush që më keni përkrahur, që më keni qëndruar pranë me fjalët, votat dhe dashurinë tuaj. Kjo përvojë do të ishte krejt ndryshe pa mbështetjen tuaj të jashtëzakonshme. Ju jeni forca dhe frymëzimi që më ka mbajtur të fortë deri në fund. Shkruan ajo, teksa falenderon veçanërisht edhe produksionin që i dha mundësinë të ishte pjesë e formatit. Për Gertën, ndonse loja në Big Brother mori fund, ajo thekson se ka fituar më të rëndësishme në dashurinë e publikut. Moderatorja u bë pjesë e këtij formati që prej fillimit dhe ishte një nga lojtaret më të forta të këtij sezoni, duke i mbijetuar më shumë nominimeve se kushdo tjetër.